Kam paragjykuar u dy. Një sekond, të janë tema një sekond ta mbaroj deri në fund. Të janë tema sociale që është mëse normale me njerëz që nuk njihesh, të dish edhe se si e ka qasjen në lidhje me një X. Atë kam paragjykuar u dy. Gjesi. Mirë u gdhive. Pushove. Super. Si e ka qasjen me një X person, si sillet në familje, si sillet në shoqëri, do të thënë, është kurioziteti për të njohur më shumë Mateon, si është Mateo me njerëz të huaj, këtu, si është Mateo me familjen e vet, si sillet Mateo me shoqërinë e vet. Do të thënë, pse hapet një X tem, nuk do thotë që dikush për të paragjykon, pse e bën. Bëri sapo bëri me ti, tha je personi që duket që ty të pëlqen shumë vetja, edhe femrën do ta kesh në poshtë. Jo je. Po është paragjykim pra? O më të duket, nuk thash ti je. Ti ashtu je. Sa nxjerr shpatën, thot Robi, shiko Greta, janë sa tema që ti mua nuk më njeh. Po lafin ju edhe duket, se nga duket hajde me revesh, nga duket e Greta. Sepse shpreh veti këtë. Nga fakti që ti the dashur publik, prandaj unë jam akoma single dhe nuk do të njoh. E përgjithsove më fort. Je partner të dëgjuar raste po të si një gjë. E merr gjë. Kam gjuhë më shumë raste se sa ty. Kur ti thua që një Edhe Flori pse mendon ti që partneri do të thuaj që një mashkull bazohet shumë te një femër që është i varur nga një femër, nuk është një mashkull le të themi. Çai bie? Kushta s'është mashkull më. Do me thënë që është shumë i ngjitur, nuk... Thash, femrat në përgjithësi nuk e du një mashkull aq të ngjitur. Unë e du. E kupton? Femrat në përgjithësi nuk e du. Në përgjithësi nuk e duan. Jo, unë e du, të më Me i marrëdhënie do të riqe muskput. Do mirë kuptim, do dashuri, do përkushtim, po jo të rishin gjithë. Nuk e du një... Si shta dhe Selina, nuk e du unë gjithë ditën, veç bëj presion ose për qa do lëgjëje e këte janë, do dhe të hapsirë në vetë. Do një moment që edhe jo ta kërkoja, të ta marrin telefon, ose marrë e gjithë gjithë. Alo, Grita, mirë mëgjes, u zjove po, që njërë të veshorapet? Ne po flasim në mendime për lidhje me punën, lidhje me situatën që ndodhin në jetë. Do më thënë, partnerës më nëson atë njeriun që për një partner shumë të ngjitur. Nuk besoj se kanë, sot, në ditët e sot, në që njerëzit janë bërë kaq self-made dhe kaq të zotët e vetes, nuk besoj se ka njëri dëshirë, vetëm kokra janë që vërtet ke një partner kështu babysitting, kupton? Por ti hap Instagramin, sa veta ke për shembull që kanë këtë konceptin e toksiku. Marrova mas toksikut. Okej, nuk është rasti, nuk është di me çfarë, po s'ka lidhje që detyrimisht gjithë njerëzit duhet marrin mas. Çka ka me këtë me gjotin çfarë them unë apo i ke veshur ke muret?